Teksa zbukuronte shtëpinë për përvjetorin e 30 të prindërve të tij, Amos kuptoi që nuk I kishte parë kurrë me të vërtet fotografitë e dasmës së tyre. Duke kërkuar në shtëpi me të fejuarën e tij, ata zbuluan një kuti të vjetër druri, të fshehur pas raftit të librave. Brenda saj gjete një album I harruar me kapak lëkure dhe një unaz martese floriri. Teksa Amos shfletonte faqet e zverdhura të albumit të dasmës së prindërve të tij, e gjithë bota e tij ndaloi së rrotulluari. Amos gjithmonë kishte admiruar marrëdhënien e prindërve të tij. Për 35 vjet, ai kishte parë ata të lundronin në një jetë së bashku me një lidhje dukshëm të pathyeshme. Martesa e tyre ishte standardi I artë me të cilin ai maste të gjitha marrëdhëniet, përfshirë dhe të tjerë me Rachelin. Gruan, me të cilën planifikonte të martohej në të njëjtën datë të dasmës së prindërve të tij, saktësisht 33 vjet pasi ata kishin shkëmbyer zotimet e tyre. Shtëpia ishte e qetë, ndërsa Amos ngjitej në shkallët e palosshme për të varur dritat me tela në tafanin e dhomës së ndenjes. Prindërit e tij po shijonin aktualisht dhuratën e përvjetorit të tyre, një javë në Paris, ndërsa ai dhe Rachel përgatisnin festën e mirëseardhjes. Rachel hyri në dhomën e ndenjes duke mbajtur një kuti me fotografi familjare të inkuadruara. Ajo I vendosi ato me kujdes në tavolinën e kafes, duke I rregulluar kronologjikisht. Vitet e para të prindërve të tij, Amos si foshnjë, pushime familjare, diplomime dhe festa. Duke u larguar për të parë punën e saj, Rachel vuri re diçka të çuditshme. Mes gjithë këtyre kujtimeve të kapura, nuk kishte asnjë fotografi dasme. Ajo ja përmendi këtë Amosit, I cili ndërpreu zbukurimet dhe kuptoi se ajo kishte të drejtë. Pavarësisht se ishte I rritur, I rrethuar nga fotografitë familjare, ai nuk e kishte parë kurrë albumin e dasmës së prindërve të tij. Rachel sugjeroi që ata të gjenin fotografitë e dasmës dhe t'i digitalizonin për një shfaqje gjatë darkës së mirëseardhjes. Amos pranoi, duke menduar se ishte e çuditshme që ai nuk I kishte menduar kurrë t'i kërkonte më parë. Ata filluan të kërkonin metodikisht në shtëpi. Kërkimi I tyre vazhdoi në bibliotekën e vogël, ku raftet e librave mbulonin muret nga dyshemeja në tavan. Teksa Rachel kalonte gishtat përgjatë kurrizit të klasikëve të konsumuar, vuri re diçka të pazakontë, një hapësirë të vogël mes një rafti. Duke parë pas tij, ajo pa atë që duket të ishte një kuti druri e shtyr larg pas murit, e mbuluar me një shtresë të trash pluhuri. Ajo thiri Amosin dhe së bashku ata lëvizën me kujdes raftin e librave, nxorrën kutinë dhe hapën. Brenda, vendosur në një shtrat prej kadifeje të zbehur, gjende një unaz martese floriri. Dizajni I thjesht kapi dritën e pasdites vonë që rrithte përmes dritares. Por sa ishte një album me kapak lëkure, kopertina e tij ishte stampuar me fjalët: Dita jone dasmës, 17 qershor 1989. Amos I ndaloi, I mbushur me konfuzion. 17 qershor, kjo nuk mund të ishte drejt. Prindërit e tij kishin festuar gjithmonë përvjetorin e tyre më 23 gusht 1990. Data në këtë album ishte më shumë se një vit më herët dhe se ajo që ata Data në këtë album ishte më shumë se një vit më herët se ajo që ata kishin pretenduar se ishte dita e dasmës së tyre. Pse prindërit e tij do t'i mbanin të kyçura dhe të fshehura kujtimet e dasmës së tyre? Ai e çoi në divan ku Rachel ju bashkua. Të dy kurioz për atë që mund të gjenin brenda, duke kthyer faqen tjetër, Amos pa nënën e tij të re dhe rrezatuese në fustanin e saj të dasmës. Buzëqeshja e saj ishte sinqert, sytë e saj shndritnin nga lumturia, por burri që qëndronte pranë saj nuk ishte babai I tij. Amos puliti disa herë syt, I sigurt se duhet të gabonte. I panjohuri kishte veshur një smoking formal, shpreha e tij ishte e ngurtë dhe pakëndshme, pavarësisht rastit të gëzueshëm. Dhe aty pas tyre, I vendosur në pozicionin e dhëndrit, ishte pikërisht personi që Amos e kishte quajtur baba gjatë gjithë jetës së tij. Zburimi shqetësues I dha një të ftohtë. Ai shfletonte faqe pas faqe, secila prej tyre duke kundërshtuar gjithçka që ai mendonte se dinte për familjen e tij. Në çdo fotografi, nëna e tij buzëqeshte burrit të saj të dukshëm, ndërsa babai I tij qëndronte pranë. Sytë e tij dukeshin duke ndjekur nusen me një dëshirë të pagabueshme. Rachel I shtrëngoi dorën me siguri, duke sugjeruar se mund të kishte një shpjegim të pafajshëm. Ndërsa ata vazhduan të shfletonin albumin, detajet e hollësishme u shfaqën. Mënyra se si babai I tij qëndronte pak I veçuar nga pjesa e dasmës,
Në një fotografi ai mbante dorën e nënës së tij, ndërsa dhëndri shikonte larg dhe i përshpëriste dikujt tjetër. E gjithë jeta e tij papritmas u ndje si një iluzion i ndërtuar me kujdes. Çifti që i kishte ligjëruar atij për ndeshmërinë, që kishte theksuar rëndësinë e besimit në marrëdhënie, tani dukeshin si të huaj. Për 2 ditë, Amos luftoi me atë që duhet të bënte. A duhet të përballej me prindërit e tij, apo të bënte sikur nuk e kishte gjetur kurrë album. Kur taksia e prindërve të tij u fut në obor të enjte mbrëmja, Amos dhe Rachel po prisnin në tryezën e ngrënies. Kutia e drurit ishte mes tyre, përmbajtja e saj e zhveshur. Albumi dasmës ishte hapur në një fotografi veçanërisht dëmtuese. Unaza e Floririt ishte vendosur pranë. Prindrit e tij hyrën në derën e përparme, me fytyrat e tyre ende shkëlqenin nga ratisja e tyre romantike. Nëna e tij vuri re fillimisht dekorimet gjysmë të varur, duke komentuar sa e ëmbël ishte nga ana e tyre që kishin planifikuar një surprizë. Pastaj sytë e saj rambi tavolinë, mbi kutinë e hapur dhe përmbajtjen e saj. Ngjyra ju zhdu nga fytyra. Babai i tij ndoqi shikimin e saj duke ngrirë në vend kur kuptoi se çfarë po shihnin. Për disa çaste të gjata askush nuk foli. Heshtja në dhomë ishte shurdhuese. Më në fund, nëna e tij theu tensionin. Ajo e pyeti se ku e kishin gjetur kutinë. Zëri i saj mezi dëgjohej. Amos shpjegoi për kërkimin e tyre për fotografi dasme, për zbulimin e ndarjes së fshehur pas raftit të librave. Ai bëri pyetjen që e kishte torturuar për ditë. Kush ishte burri në fotografi dhe pse kishin gënjur gjithë jetën e tij. Nëna e tij e kishte dashur babain e tij që kur ishin adoleshent, por prindrit e saj të pasur dhe me ndikim kishin plane të tjera. Ata e kishin detyruar të martohej me mikun më të mirë të babait të tij, një burr nga rrethi i tyre social me lidhje të duhura dhe emër familjar. Pavarësisht protestave të saj, dasma vazhdoi. E pakënaqur dhe bllokuar në martesën e saj të rregulluar, ajo vazhdoi të shinte dashurinë e saj të fshehurazi. Kur burri i saj zbuloi afrerën e tyre, një vit pas martesës, ai u zemërua. Kërcënoi se do të përdorte lidhjet e tij të fuqishme për të shkatëruar jetën e të dashurit të saj, për ta burgosur me akuza të rreme. Sytë e nënës së tij u mbushën me lot, ndërsa shpjegonte zgjedhjen e pamundur me të cilën ishin përballur. Ajo kishte përdorur ndikimin e kufizuar që kishte si gruaja e burrit të saj për të ndihmuar të dashurin e saj të shpëtonte. Ata ndryshuan emrat e tyre, u zhvendosën në një qytet të ri dhe filluan nga e para. Ata kishin Amosin dhe ndërtuan jetën së bashku që kishin ndërruar gjithmonë. Amos qëndroi pa lëvizshëm, duke u përpjekur të kuptonte se si njerëzit që i kishin mësuar atë për dashurinë dhe ndershmërinë, kishin ndërtuar gjithë lumturinë e tyre mbi mashtrim dhe tradhti. Babai i tij ose burri që ai kishte njohur gjithmonë si babai i tij, shtriu dorën mbi tavolinë. Dora e tij e rrudhur dridhe pak. Ai këmbguli se ndërsa disa fakte të së kaluarës së tyre ishin ndryshuar, të vërtetat më të rëndësishme kishin qenë gjithmonë reale. Dashuria e tyre për njëri tjetrin dhe veçanërisht dashuria e tyre për Amosin nuk ishte qenë kurrë një gënjeshtër. Ata kishin bërë zgjedhje të pamundura për të mbrojtur atë që kishte më shumë rëndësi, familjen e tyre dhe shansin e tyre për lumturi. Amos ndjeu dorën e Rachelit që i rrëshqiti në të tij, ndërsa i luftonte me emocione kontradiktore. Themelimi i kuptimit të tij për familjen e tij ishte shkatëruar, megjithatë dashuria që ai kishte dëshmuar gjatë gjithë jetës së tij kishte qenë e sinqertë. Nëna e tij kishte braktisur pasurinë dhe sigurinë për dashurinë. Babai i tij kishte rrezikuar gjithçka për të qenë me të. Ai ishte ky mashtrim apo ishte përkushtim? Kur Amos dhe Rachel më në fund u larguan, dasma e tij e ardhshme papritmas u hot në pasiguri. Ai e gjeti veten duke vënë në dyshim gjithçka që mendonte se dinte për marrëdhëniet. Nëse prindrit e tij, pikërisht njerëzit martesa të cilëve ai e kishte idealizuar, kishin ndërtuar jetën e tyre së bashku mbi fillime kaq të komplikuara, a ishte vërtet ndonjë marrëdhënie ajo që dukej? A ishte dashuria e ndërtuar mbi dëshmëri të plot, madje e mundur? Apo çdo çift përfundimisht krijonte albumin e vet të fshehur të sekreteve? Teksa udhëtonte në përerrësirë drejt shtëpisë, ai hodhi një sy nga Rachel, gruaja me të cilën planifikonte të martohej. Një pyetje shqetësuese doli në sipërfaqe. A kishte ajo sekrete? A kishte një pjesë të jetës së saj që ajo e kishte fshehur me kujdes nga ai? Ndërsa dritat e makinës prenin errësirën, Amos kuptoi se çdo marrëdhënie vinte me versionin e vet të asaj kutie druri të mbyllur. Pyetja ishte, a mund ta pranonte ai? Po ju, nëse do të zbulonit se marrëdhënia që admironit më shumë ishte ndërtuar mbi mashtrim,
A do të ndryshonte kjo mënyrën se si shihni marrëdhëniet tuaja?